al-Barra bin Hazib, sahabi pejgamberit sallallahu ta'ala aleyhi wasallam. Përderisa një ditë ishim në vërreza të Medinës së bekuar me pejgamberin sallallahu ta'ala aleyhi wasallam, duke varrosur një vëlla musliman, dhe ishim ulur rreth vorrit, edhe disa njerëz ishin duke hapur vorrin. Pejgamberi alayhi salam na dha një këshillë, në të cilën wallahi kurat tona rqethnin, në të cilën qëndronim sikur se zëj dojnë me na hunger edhe trut pe i kreje. Dhe tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur që vjen njeriu të momenti i vdekjes, i daljes prej kësaj dynjaje dhe i shkurjes në ahiret, vinë me laqet e Allahut dhe qëndrojnë largë sa të shësyni njeriut. Pastaj, kur t'i vjen momenti, i afrohen afer atina, me një pamje të bukur, me ftyra të ndriquara sikur se dielli, dhe i thojnë: o ti njeri i mirë, ktheu të Zoti yt, i knaqur me ty dhe ti i knaqur me te. Dhe ato dy me laqe kanë vete një qefin të cilën e kanë marë prej gjenetit, dhe era e tina të knaq, dhe nxjerrën shpirtin e muslimanit, ashtu qysh nxjerrët qimja prej klynit, dhe një rivajet tjetër, ashtu qysh bjen pika prej ujit në ujë, dhe me thonë leht. Pastaj nuk vënojnë as pak dhe ngritën lartë në qiell, dhe duke shkuar në qiell sipër takojnë grupe me laqesh, dhe çdo grup me laqesh e ndjejnë erën e mirë të atij shpirti, dhe i pyesin këtu me laqe të cilat e kanë marrë atë shpirt dhe kanë fut në atë farqefini, se kush është ky njeri që pas ka kaq erë të mirë, dhe i thojnë: ky është njëra prej robëve të Allahut të devotshëm, prej emnave të mirë të në që ka pas në dynja, filani i biri filanit. Dhe kështu me radhë duke takuar grup pas grupi me laqesh, derisa të shkojnë të shvarrojnë të shkojnë të arrinë qiellin e dynjas, dhe lypin më hap qielli i dynjas, dhe qielli i dynjas ju hapet, dhe kështu grup pas grupi me laqesh e përshëndesin atë shpirt të bekum, derisa shpirti të mrin në qiellin e shtatë të gjithësisë, dhe nuk ka kush kanë më lart. Atëherë Elshan Allahu Azza wa Jall një za, këthenet shpirtin e të robit tim, këthenen tokë, prej kësajnë e kemi kriju, në te këthejmë, dhe prej kësajnë prej saj rinjallemi prap, dhe vendos në shpirtin e gjenet, shpirtin e robit tim, dhe me laqe të këthejnë atë shpirt prap në tokë, dhe e futin në trup edhe një herë, dhe i vinë në dy me laqe, gjithashtu me pamje shumë të bukur, e që njëra prej tyre quhet Munker o tjetra Nekir, dhe i thojnë: kush është Zoti yt? Dhe thot: Zoti jam është Allahu. E kush është pejgamberi yt? Thot: pejgamberi jam është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E kush është feja jote? Thot: feja ime është Islami. Dhe pastaj ndëgjojnë një zaku i thuhet: ja ka qillu robi im, dhe hap një robi tim një dritare të xhenetit, dhe i hapet një dritare xhenetit, dhe shion knacin e xhenetit dhe sheh vendin ku ka me shku, dhe thot: Rabbi qimisa, o Zot bërë kiametin, o Zot bërë kiametin. Dhe pas shpini vjen një njeri me një pamje të mirë dhe të bukur, dhe i thot: ky kushia të njeri që fytyra jote vjen me një myshde, me një përgëzim, dhe të njëm vepra jote ameli të mirë që e ke ba. Ndërsa kur ti vjen momenti, thot në hadith ande jemi, kur ti vjen momenti me dal prej dynjaje e qafirit, i afrohen me laqet sa që syni njeriu të larg, dhe në momentin kritik kur ti vjen momenti, i vinë dy me laqe me një pamje të trishtum, dhe i thonë: o ti njeri i keq, kthev të Zoti yt, i hidhrum në ty, dhe pe frikës së madhe shpirti tina shpërndahet krejt trupin. Mirë po nuk e pyse dhe anëzirën atë shpirt pej trupit, dhe ametet ven kon në trup a i këput.
dhe mos pyet se sa vështirësi dhe mund e ka i person derisa të jap shpirtin. Por nuk e pyetin fare. E marrën e futin një qefin që kanë marrë prej xhenemit dhe ngritin lart me qutë Zotit Gjellëshanuhu. Dhe duke shku rrugës takojnë me laçe, grupet me laçesh. Dhe pyese se kush e ky njeri me këtë erë të keqe. I thënë ky është një rapë robe të këqij të Allahut, prej krijesave të këqija të Allahut Azza wa Jall. Dhe shkojnë në qiellin e dunjas dhe lypin me hap qielli i dunjas. Por jo, qielli i dunjas nuk hapet për qafira. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam lezan ajetin kuranor: la tufattahu lahum abwab as-sama ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Dhe nuk i hapet atyre dera e qiellit. Nuk kanë mundësi ata me shku në qiell. Dhe nuk hynë në xhenet, thot Allahu, derisa të hynë devja në birë gjelfanës. Pra kur nuk hynë në xhenet. Dhe vjen një zapre Allah Azza wa Jall, që në shpirtin e robit tam në fund të tokës, për plasën e për tokate, dhe hudhën tokë, dhe pastaj e marrë shpirtin dhe ja futin në trup edhe një herë, dhe i vinë dy krijesa të trishtuara që janë gjithashtu me laçet e njëjta. Mund kërvon e kirë që kanë marrë besimtarit, po i kësaj radhe me një pamje trishtuese të papërshkrueshme, që vallahi veç pamja tyne mjafton, e lemo torturat të cilat vinë për atyre dy me laçeve. Dhe pyesi kush është Zoti? Thot Zoti jam është Allahu. Po kush është ai pejgamber që dërgu te ju? Thot nuk di, kam dëgju diçka po nuk di. Thojnë po ran. E ke ditë kush është? E ke mohu në dunja. Dhe të ka korit Allahu sot. Nuk e mundësi me shpresë se kush është ai. Dhe vallahi thot pejgamberi që poet atina i fshohet me një tranë në kry. Sa që shën një zamë ka me ndëgju krijesat e Allahut, njerëzit dhe gjinët. Kishte më ratifikë të gjithave. Dhe krej krijesat të ndëgjojnë për pas njerëzve dhe gjinëve. Dhe vjen një krijesë të mërshme mas shpine, dhe kur e sheh kë, edhe me të mërshme sa të dy me laçet e me hershme, dhe thot kush jete që fytyra jote tregon për keq, thot të njëm puna jote kete që ke bati. Dhe lëshojnë ndëgjojnë një za, ku i thuhet hapja derën e xhehenamit robit tem, le ta shef se ku ka me shku në xhehenam. Dhe thot Rabbi la tuqimi sa, Rabbi la tuqimi sa, o Zot mos e bë kiametin, o Zot mos e bë kiametin. Është ndënim, është mvujtje. Po se ku ka me shku atje kiamet mira i miri, në po thët, po bëj sabër, ka bull me nej që tu, veç mos shkoj atje, ki me shku me emër të Allah, po veç prej dhe dje koha. Po vllazër, kjo është hadithi ma i gjatë, të cilin e përshkru pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Vdekjen, dhe gjithë ne kem përjetu vdekjen dhe nahtën e vorrit, nahtën e vorrit e të meshme, dhe janë dëgjën Aliun radiallahu anhu. Aliu, dhëndër pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, një herë hip në hëtme që la hip da qështu, dhe thët, vdekjen vllazë për kujtënë, vdekjen për kujtënë, vdekjen për kujtënë. Nëse thëtë për kujtënë, vdekje këni bja për hajrin, po nëse e këni prej saj, kam izan ju me vdekja. Vdekje vllazë për kujtënë, dhe vazhdan, se dhe mas vdekjes është një ditë edhe me ashtirë. Atë dit kur dali për Allahut Azza wa Jall, dhe njeri u sbarë dhe të kjetë ki me zezë krype i frikës. Dhe njerëzit janë të dehur, por jo vallahi pe i rakije, po pe i denimit Allah, pe i ujtjeve të Zotit. Dhe nana shtatë zane që të femiut. Dhe halathat e një dit është me ashtirë. Kur qëkojmë sirat, me kalu siratin po është gjehnem, fundi tina nuk i doket ku pa fell është. Zëtësia tina është e pa përshkrushme. Dhe thët janë nësen me kajtë muslimat, krejt gjemati po kajnë, edhe po kanë Aliu radiallahu anhu, për këtu ditë shtira që kemë përjetu ku për neve, nëse nuk në mshëran Allahu Azza wa Jall. Pas të e thët Aliu, dhe pas kësa është një ditë e mirë, atëherë është gjenneti, pra dhe me tregu se kush e kalën siratin, dhe i kalën këtu ditë të vështira, ka gjennetin arduha s-samawatu wal ardu iddat lil muttaqin. O është gjennet është përgatit për të devotshmit, gjënësia tina sa toka dhe qielli. Osmani radiallahu anhu, khalife pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, një herë nalët para një vorri, edhe anisa kane, dhe i thoi shok të vetë, ja mirë el muminin, ti pa përkujton gjennetin, gjehnamin, dhe nuk pakane për varë, thët po pakaj për varë,
sepse kam dëgju pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke thot, nata e vorrit është shtëpia e parë, pozita e parë e ahiretit, momenti i parë i ahiretit. Nëse muslimani shpëton atë natë, ka shpëtu dhe masandej ka ma lehtë. Po nëse që atë natë vuan dhe hjek, wallahi masandej dhe ka ma vështirë. Pra me hak, ka kajt radiallahu anhu dhe na meritojmë të kajmë dhe të mërzitim për atë natë. Ka thënë ulemaja se gjërat të cilat e rëndojnë natën e vorrit, gjithësisht të cilat pohet azap njeriu të, dhe të cilat mu ka mësimi largu për azapeve janë. Thot katër gjëra i cili ka kujdes ndaj tyre, me emër të Allahut nuk do të bëhet azap natën e vorrit. Kush është i kujdesshëm ndaj namazit, kush jep sadak, kush lexon Kur'an, ata persona me emër të Allahut azza wa jall nuk do të jetë për atyre të cilët do t'i prek dënimin natën e vorrit, dhe ai i cili bjen tasbih për kujtën Zotit shumë. Ndërsa katër gjëra, ai i cili nuk ruhet prej tyre e mirë ka më dënu shumë në varr. Atë gjëra janë tradhtia, mashtrimi, ai i cili është tregtare mashtron, ai i cili mashtron vllahun dhe muslimanin, ai i cili është me mendje madhësi, dhe ai i cili nuk ruhet kur derë kur hyn urin. Këta persona për atyne personave të cilët në dënohen natën e vorrit. Thot Ibn Abbas radiallahu anhu, përderisa ka qenë ullur një ditë kur ka ardhur një grup njerëzish dhe po i thonë ja Ibn Abbas, na ka ndodhur njëve sot një ngjarje e çuditshme, nuk po mundna me marrë me mena, ka mundësi me na dhon fatva. Thot çka ju ka ndodhur? Thot jemi nisur për hax dhe duke shkuar rrugës një vëlla musliman na vdiq neve në një vend, në një filan fshati na vdiq. Dhe përgatitëm xhenazën. Dhe shkum ja qel vorrin. Për kur e hapën vorën, që kanë me hapë në dulli gjarpën i madhë, e mbulej vorën e gjarpën. Dhe thamë, hajta qelim një vërë tjetër, ja qelim një vërë tjetër për gjithashtu dulli gjarpën, ja qelim një vërë tjetër tretën, prap një gjarpën i zi e mushe atë vërë, dhe e lanë nuk përdina që ka me borë dhe me të konsultu ty. Tha shkoni dhe se aja është puna e tina, aja është amjeli i tina, futnë në njëni për aty në vorëve, se vallahi krejt token e sërqini me vorë këni me gjithë qashtu, se kjo është provë, është ernek dhe shembull për ata gjallë, a i ka bëhet diçka keq. Dhe shkojnë e marrë atë person dhe futën njëri për aty në vorreve, duke qenë e gjarpën aty në varr, dhe ja bin teshat e familje vet, dhe pyesi familjen e vet, i tregojnë çka ka bëu ky njeri, çka ka punue. I thënë ky njeri s'ka punu kurgjë, po ka tregtar, po i ka mashtruar njerëzit. Thënë kry punave që ke po na intereson neve më shumë jo. Pastaj një tjetër musliman thotë për dere kam qenë në Medinë dhe kam pas një motër në periferi të Medinës dhe rrallë kam bëu ziaret atë shkret motre. Dhe më rëzit motra pse s'po bëm vllau ziaret. Dhe thash shkoj ta vizitoj. Kur shkova vizitue motra vdiq, e përgatita xhenazën, e shkova me shtin dhe, e shtina në dhe u ktheva. Kur të arë rrugës e të më ranë ndërmend se një kese me parat, qmush me kam harru në vërë. Dhe thash një shokit tem, apo vjen bërë vëlla më ndihmue, e qkej ta qeli qatë vërë, të marë qatë pasuni që këm harru në te. Dhe shkova tha të hapa vorrin dhe morët pasuni, pastaj nuk o durova 5 plu me këqyrë situatën e motrës tem. Dhe thash ati shokit, apo largohesh pakte se për du me këqyrë, qa ka bo zoti me motrën tem. Dhe thët kure këqyra qa me këqyrë plakësh e kipi trupit motrës. Dhe mbulova dhe heshta nuk fola kur. Dhe erdha të shtëpia pyeta nanën, oj nan tregom çka ka bën motra jon. Tha bir po pyet sot për motër mase që vdek motra kimi shtin dhe. Po pyeti nan se kështu i tregon situatën. Thot vallahi pra po tregoj. Motra jote thot nuk është rujt, nuk ka fal namazin me kohë. Motra jote nuk është rujt për ndërcinave. Motra jote kur ka ndra këshit me fjet, është afruar te dera dhe ka vënë veshin, e ka ngu çapo flasin me zveti dhe dal të nesër në pas nesërmen dhe ka shpërnda aty fjalë, ka bësh shpifje pra tek musliman. Dhe për që ata pas ka meritu që të dënim. Pastaj, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka lu një herë pranë dy varrezave dhe ka thonë shokëve të vetë, këta dy persona duke bo azab dhe nuk jenë duke bo azab për një punë të madhe. Njëri prej tyre thët nuk është rujt kur ka kry nevojën Allah ju nderof, nevojën e vogël kur ka urinu, nuk është rujt pas tërpik, nuk ka najt dhere sa është spastru. Pra, ky person njëri prej tyre ka bëjë qitë vepër, për ata dhe dënohet në vërë, dërsa tjetër thot ka hes me mendje madhësi, jo mendje madhësi, po ka hes me fjali, ka bëjë shpifje mes muslimanëve, i kanë nxit muslimanët më ka sapyt me zveti dhe më prishën ndoshta marrë dhe të belaja të vrasja. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë një hadith tjetër, rujuni urinës sepse shumica e dënimit në natën e vorrit dhe në varr është për shkak të urinës. Pastaj pejgamberi alaihi salatu wassalam një herë me disa shokë me të kalën pra një shtëpije të vjetër dhe aty pra një gjënë të vërreza dhe e pyetët, a i dini kush janë këto vërreza? Njani thët po,
këtu janë të jahudive ja Rasulullah. Thot vallahi, këta janë të bua azab vërr, edhe mës më kontu që nuk e manim shef, e kësha lutë Allahën me nije se çfarë jetë lloj dënime që të përjetu. Pra vllazën toj me thonë me këte, se dënimin varr është hak, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: El-qabru rawdatun min riyadil janna wa hufratun min hufarin nar. Varri është ose kafsh për kopshteve të xhenetit, ose është gropi gropave të xhehenamit. Dhe ka mundsi njeriu në varr bëhet azab deri në ditën e kiametit, dhe ka mundsi bëhet azab një kohë pastaj lirohet, bashkë se shpejmkateve që i ka bë. Pra dhe ka mundsi mos më bëj azab, hiç Allah na bëj për atyre ja Rabbel Alamin. Dhe për kësaj gjithashtu nxjerremi se edhe muslimanët nëse bojnë një prej këtyre çajcekum, edhe ata ka mundësi më bëj azab në varr, por inshallah nuk dënohen bile shumë. Ja Rabbi lusëm Allah me na lehtësua natën e vorrit, se çka thonë Uthmani radhiyallahu anhu, nëse natën e vorrit na lehtësohet, atëherë mas natës vorrit këtë është më lehtë. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.